Presidenti Amerikan Donald Trump ka paralajmëruar një fazë të re të luftës kundër trafikut të drogës, duke njoftuar se forcat e Shteteve të Bashkuara do të ndërmarrin goditje toksore ndaj grupeve kriminale. Gjatë një deklarate në zyrën ovale, Trump u shpreh se administrata e tij ka arritur rezultate të paprecedenta në ndalimin e drogës që hyn në vend përmes rrugëve detare. Sipas presidentit amerikan, të SBA-s kanë arritur të ndalojnë rreth 96% të drogës që hynte në territorin amerikan nga deti, duke e cilësuar këtë si një sukses të jashtëzakonshëm të forcave të sigurisë. Ai la të kuptojë se tashmë fokusi do të zhvendoset në operacione toksore, e cila sipas tij janë edhe më të lehta për tu realizuar. Nuk do të ishte shumë e mençur nga ana ime që ja thosha këtë, sepse supozoj të jemi paksa sekret, por ne po godasim drogën në nivelet që askush nuk i ka parë ndonjëherë. Kemi eliminuar 96% të drogave që hynte nga deti. Tani po fillojmë nga toka dhe nga toka është shumë më e lehtë. Ne do të lejojmë që njerëzit të shkatrojnë rinin ton, deklaroi Trump. Këto deklarata vinë në një moment tensionues të shtuara me Shtetet të Bashkuara dhe Venezuelës. Presidenti venezuelian Nicolás Maduro reagoi ashpër duke theksuar se vendi i tij nuk do t'i nështrohet presionit apo kërcënimeve të Washingtonit. Gjatë një daljeje televizive, Maduro hodhi poshtë akuzat amerikane dhe përdori një ton sfidues ndaj administratës Trump. Formula e tyre gënjeshtë rreth presionit, shantazhit dhe kërcënimeve nuk funksionon dhe nuk do të funksionojë kurrë, u shpreh Maduro duke mohuar sërish çdo përfshirje të qeverisë në trafikun e drogës. Në këtë klim përplasjesh, autoritetet amerikane kanë sekuestruar cisternë në skiper pranë brigjeve të Venezuelës, duke shënuar kapjen e parë në një nga ngarkesat e naftës venezueliane që prej vendosjes së sanksioneve amerikane në vitin 2019. Ky veprim shihet si një tjetër sinjal i ashpërsimit të qëndrimit të SBA-s ndaj Caracasit. Sipas të dhënave zyrtare amerikane, gjatë këtij viti janë kryer mbi 20 operacione ushtarake në Karaibe dhe në Oqeanin Paqësor kundër mjeteve të dyshuara për trafik droge. Si pasojë e këtyre ndërhyrjeve, raportohen rreth 90 persona kanë humbur jetën. Washingtoni vijon të akuzojë presidentin Maduro si figurë kyçe në trafikun ndërkombëtar të drogës, akuza që autoritetet venezueliane kanë hedhur poshtë në mënyrë kategorike.